Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjekut që ditë botën, ullinjt shërojnë këto sëmundje, ja mosha që duhet i konsumoj me njëherë. Ullinjt klasifikohen si fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershit dhe pjeshkat. Ullinjt e gjelbër mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dy llojet konsiderohen të pasur me yndyrna të shëndetshme për organizmin. Këtu ju do të gjeni të listuara të gjitha përfitimet e rëndësishme që ju do të merrni nga konsumimi i përditshëm i ullinjve. Përmirëson shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për kocka të forta. Ul kolesterolin. Acidet yndyrore tek ullinjt ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Largon në dhimbjet. Studimet gjithashtu kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjes. Antioksidantët. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve. Këto antioksidant arrin gjithashtu që të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë të pasur me baktere të mira për stomakun. Ullinjt përmbajnë Lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun. Sa më shumë baktere të mira të keni në stomak, aq më e mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të kemi në organizëm. Efikas kundër rrudhave. Ullinjt gjithashtu përmbajnë acidin oleik, i cili e mban lëkurën tuaj tepër të butë dhe njëkohësisht të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve gjithashtu përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe mban në larg rrudhat me të paktën 20%. Ul rrezikun e diabetit dhe njëkohësisht të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasura me yndyra mono të pangopura dhe gjithashtu ulin edhe rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen në qoftë se ju do të konsumoni ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij. Ulin kolesterolin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura të cilat e ngadalsojnë tretjen dhe gjithashtu stimulojnë hormonet të cilat janë përgjegjëse për të informuar trurin që jeni të ngopur. Konsumi i ullinjve është shumë i rekomandueshëm sa më shpesh që të jetë mundur. Nëse dëshironi të konsumoni produkte të shëndetshme dhe me vlera të larta ushqyese, këtu ju do të njiheni me arsyet se pse duhet që të konsumoni sa më shumë ullinj. Ullinjt mbrojnë enët e gjakut dhe forcojnë sistemin tuaj imunitar. Ullinjt, sidomos ato të zinj, janë antioksidant të jashtëzakonshëm që veprojnë si një pastrues i trupit duke u shpëtuar nga shumë substanca të dëmshme. Ata e ndihmojnë trupin që të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojë rrezikun e shfaqjes të sëmundjeve kardiovaskulare. Ju ndihmon të humbisni peshë. Ullinjt përmbajnë yndyra të mira, ato për të cilat trupi ynë ka nevojë. Këto yndyra nuk akumulohen në stacionet yndyrore. Kështu, përdoreni dhe konsumojeni në mënyrë që të ndihmojnë që ju të humbisni sa më shumë në peshë. Ullinjt gjithashtu janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies, sepse ata do t'ju mbrojnë në mënyrë të shëndetshme. Ju lehtëson në dhimbjen dhe gjithashtu ul inflamacionin. Si ullinjt, ashtu edhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidant të fuqishëm. Ullinjt gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleokantal. Ky përbërës është karakterizuar nga shija e tij e hidhur dhe veti të forta antiinflamatore.
Ullinjt janë të rëndësishëm për flokë dhe lëkurë të shëndetshme. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë një ndikim të mahniqëm në trupin tonë. Ato përmbajnë stasi të mëdha të acideve yndyrore omega-3 dhe omega-6. Këto acide ushqejnë dhe ju mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokët tuaj. Përmbajnë vitaminë E, e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultravjoc. Vaji i ullirit ushqen lëkurën dhe flokët, përmirëson shëndetin e tretjes. Ullinjt janë gjithashtu të pasur me fibra të cilat janë të nevojshme për funksionimin normal të sistemit të tretjes. Vitamina E dhe yndyrrat e pangopura pastrojnë zorët nga radikalet e lira. Një filxhan ullinj të zi përmban 17% të marrjes ditore të fibrave që ndihmojnë në përshpejtimin e procesit të ushqimit dhe shpërndarjen e tij. Ulliri na ofron një sër përfitimesh mbrëmsëlënëse dhe jo vetëm nëpërmjet vajit të tij. Lëngu i ullirit gjithashtu është një prej lëngjeve më të shëndetshme. Ky lëng shpesh ngatërohet me vajin e ullirit, por janë krejtësisht gjëra të ndryshme. Lëngu i ullirit është baza e kripur që u hidhet ullinjve për përgatitje. Kjo substancë ngjashme me shëllirën kremoze është një alternativë e volitshme në gatim. Kjo masë paksa e trashë përbëhet edhe si pjata me mish dhe peshk. Vaji i ullirit gjen përdorime të ndryshme nëpër koktejle, si edhe mund ta përdorni për shëndetin tuaj. Sipas të dhënave, lëngu i ullirit ruan ekuilibrat e lëngjeve në trup, përmirëson funksionet e nervave, mbron sistemin imunitar, parandalon sëmundjet kronike dhe gjithashtu forcon muskujt. Sodiumi konsiderohet si diçka e keqe, por ky mineral, kur bashkohet me kaliumin dhe nuk konsumohet në sasi të mëdha, përmirëson shëndetin. Nëse e pini lëngun e ullirit pa e tepruar, do të merrni sodiumin dhe kaliumin e duhur në formën e elektroliteve. Prania e sodiumit është shumë e rëndësishme për funksionin e nervave, por kjo nuk do të thotë që ju duhet ta teproni me lëngun e ullirit. Ju duhet të pini sasi të vogla të këtij lëngu të fermentuar që u bën mirë njerëzve që i nënshtrohen një regjimi ushqimor me pak krip. Prania e sodiumit dhe gjithashtu elektroliteve apo mineraleve të tjera është e nevojshme për të gjithë muskujt. Përbërësit e tjerë të lëngut të ullirit janë ujë dhe uthulla që lufton bakteret dhe përmban antioksidant të rëndësishëm kundër infeksioneve. Uthullat tek lëngu largon inflamacionin dhe ulë rrezikun e sëmundjeve kronike. Për më tepër, uthulla në fjalë ul nivelin e sheqernave në gjak, sidomos pas ngrënies së një vakti. Ndaj, ekspertët rekomandojnë ngrënien e një lugë të vogël të këtij lëngu përpara ushqimit për të parandaluar rritjen e menjëhershme të sheqerit në gjak. Përbërësit janë një filxhan me ullinj të freskët me ose pa bërtham, një gotë me ujë, një lugë gjelle me krip, një lugë çaji me uthull. Lajini ullinjt me ujë të bollshëm, mbushni 2/3 e kavanozit me ullinj, preferohet pa bërtham dhe lëreni me një anë. Përzijeni ujin, uthullën dhe kripën në një enë tjetër dhe hidheni në kavanoz duke mbushur 80% të tij. Mbylleni kapakun dhe tundeni kavanozin. Futeni në frigorifer dhe mbajini për gjithë natën. Përpara se ta hapni kapakun, tundeni edhe një herë dhe më pas kullojeni lëngun në një enë tjetër. Ullinjt shtypini dhe bëheni pelte duke i hedhur në një napë të pastër. Shtrydheni napën për të nxjerrë lëng të pastër ulliri, në të cilën duhet të bashkoni me lëngun tjetër në kavanoz. Futeni në frigorifer derisa të jetë gati për ta përdorur. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer atë. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.